Fakulteti i Muzikës në Universitetin e Arteve organizon një koncert me studentët e DG-së flautit në bashkëpunim me Shkollën Beslidhja në qytetin e Lezhës. Koncerti do të mbahet më 30 prill në orën 17 në Pallatin e Kulturës në Lezhë. Tirana Wind Octet mban një koncert te Teatri i Kukullave në Tiranë më 30 prill në orën 19. Në këtë mbrëmje do të shihoni vepra të kompozitorëve klasik si Beethoven dhe Franz Krommer. Ky ansambël unik do të sjellë një tingëllim të veçantë të instrumenteve të frymës. Rrëfimet e Gjonit është monodrama që do të shfaqet në Teatrin Metropol në Tiranë më 29 dhe 30 prill në orën 20. Festivali teatror Mediums do të sjellë më 30 prill në orën 20 në skenën e Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spajvogli në Tiranë, dokumentarin teatral 8%. Ekspozita Kopshti i ëndrave nga Anteo Gremi do të çelet mbrëmjen e 30 prillit në orën 19 te Galeria e Artit Tiranë në kryeqytet. Spektri i diebërjes së xhubletës, mjetet dhe teknikat e prodhimit është seminari që do të mbahet më 30 prill në orën 10 me nxënësit dhe mësuesit e Shkollës së Mesme Teknike Ekonomike në Tiranë në ambientet e kësaj shkolle. Një bashkëbisedim në lidhje me historinë bashkëkohore greke dhe migrimin shqiptar në Greqi do të mbahet këtë të mërkur më 30 prill në orën 11 te Akademia e Shkencave në Tiranë nga studiues të Qendrës së Studimeve të Artit në Tiranë. Vion të mbahet në mjediset e Teatrit Kombëtar Eksperimental pranar Turbinës në Tiranë, festivali teatror i të rinjve. Këtë të mërkur më 30 prill në orën 13 në skenë do të ngjitet shfaqja Elektra nga shkolla Petronini Luarasi.